Banorët e fshatit Gramës në njësinë administrative Thuman kanë dalë në protestë për shkatrimin e rrugës. Banorët të fshatrave të njësisë administrative Thuman në shenjë proteste për rreth një orë kanë bllokuar rrugën që lidh aksin e autostradës Thuman-Kashar pranë Gramzës. Kjo pjesë e rrugës prej rreth 500 metra është bërë mak i drejtuesve të automjeteve nga amortizimi i jetë i rëndi i aksi. Banorët kanë bllokuar për rreth një orë e kanë mbajtur rrugën e bllokuar në shenjë proteste ndaj institucioneve. Je puri dhe ka kilometra, 2000 kilometra, nuk shikojmë një rrugë me gropa. Vjen këtu sigur vëm në Kabul jonë edhe në Shqipëri. Qa bëhet kështu? A mendoj ky popull qa bëhet? A mendoj këta qeveritarë? Tani qysh? Të rrimë tani për qefi, ju keni drejt, kjo është protesta me kohës. Vim këtë rrugë për ditë. Do është bërë rruga katastrofike, kur patën nevojë këta me kalu me ndërtu atë stradën na të çoptu nxithen, tash këta e lojnë kështu mëshirë fatit, makinat i kena degeneru gjitha, vetëm i bë shërbime e zona, shifet vetë gjendja se si është. Kena një rrugë ku lidh 3-4 fshatra, 500 metra rrugë, lehet me qëllim në këtë gjendja flet vetë, dhe na kena dalë protestojmë për një të drejtë që na takon. Kjo rrugë ka qenë e shtrume, e kalueshme, u pa autostrada, shëllimet dihen, shëllimet janë se kush i manë 3-4 veta që këta në Shqipnin e kanë blet, e na shkatrojnë këtë drejtë që dhe kina drejtën e Zotit për të kaluar këtë rrugë, si na të kërkuar si më shumë. Gramzës kanë dalë për drejtën e tyre, ju kanë jeta gati një vit. Janë 3000 banor, 3 fshatra, Gramza, Suk Vendas, Bregu Lumit, që ju nxihet jeta për ditë në këto balta, në këto gropa, jo vetëm që makinat ju bëhen për shërbime, por nga ana tjetër duhet durojnë edhe trafikun që prodhon autostrada që ndodhet pas shpinës time, që të gjithë makinat nuk ja ka borxh Gramza që të kalojnë këtu. Mirë që kalojnë, po pse nuk e shtrojnë? Sa kanë marrë vesh që të bëjnë protestë, kanë hudh çakull këtu, por nuk është zgjidhja çakulli. Këtu duhet asfalt, edhe asfalt me 25 cm trashësi, si standardet europiane se kalojnë makinat e tonazhit të rënd. Banorët sipas tyre janë të vendosur të vijojnë protestat deri në rikonstruksionin e plotë të saj.